Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Top Tech me mua Mateo Kadrion. Sot kemi disa tema shumë speciale për të folur, ndaj le të mos u mbasim as pak kohë. Le të nisim me të parën. Zipline. Nëse mendon që dronët janë thjesht lodra që gjëren dasma nga ajri, të sugjeroj të arri mendosh. Në Afrikë, konkretisht në vende si Ruanda dhe Ghana, Zipline ka vendosur dronë delivery në punë. Zipline është kompania që përdor dron për të dërguar ilaçe, gjak, vaksina dhe të gjitha këto në vende ku rrugët janë më keq se Wi-Fi në një fshat të largët. Dronët e tyre nisin nga një bazë, fluturojnë me autopilot dhe pakoja bie me parashut, fiks te spitali. Përfituron një fshat ku nuk kalon dot as biçikleta, por një dron të sjell penicilin nga 100 kilometra larg, brenda 30 minutash. Tani, krahasoj pak me faktin që ti porosit një cover për telefonin dhe të vjen pas 2 javësh me post. Në të ardhmen, këta dronë mund të përdoren edhe për ushqim, libra ose për të shpërndar lajme të këqija. Si për shembull, përshëndetje, po e merr këtë mesazh sepse s'ke kaluar provimin. Me dashuri, Zipline. Pavarësisht notave të humorit, realiteti është që Zipline po shpëton jetë. Meta Digit 360. Gishta robotik që ndjejnë. Realisht, ato ndjejnë tekstur, presion, lëvizje, si dora e një njeriu, por pa gabime të dorës së njeriu. Pa djers, pa lodhje. Kjo teknologji është ndërtuar nga Meta për të përdorur në robotik, kirurgji, eksperimente kërkimore dhe më vonë edhe në gaming. Imagjino të luash një lojë dhe të ndjesh kontaktin me objektet në lojë në kohë reale. E frikshme, po, e jashtëzakonshme edhe më shumë. Digi 360 është si një sensor me fije nervore. Jep të dhëna 360 gradë rreth sipërfaqes ku prek dhe e bën robotin të reagojë më mirë se sa shumica prej nesh kur na thon duhet të flasim. Kjo është teknologjia që jep ndjeshmëri robotëve, dhe po, ata do dinë kur po e shtypin diçka shumë fort. Teknologjia po përparon dhe tani robotët mund të ndjejnë. Audi, kompania që për dekada ka qenë sinonimi 4 rrathëve të shenjtë. Sa po i ka fshirë ato? Jo globalisht, mos u shqetëso. Europa është ende me radhë. Po në Kinë, ata kanë thënë jo më 4-0. Vetëm Audi, me shkronja, me caps lock dhe me seriozitet. Pse? Sepse në Kinë, vitin e kaluar kanë shitur vetëm 10.000 makina. Po, më pak se sa klikime që merr një video unboxing të një produkti në TikTok. Dhe Audi ka menduar, mos ndoshta s'po na blejnë sepse kemi shumë rrath. Pra, kam fshirë logon dhe kanë thënë, ja ku është Audi, pa histori, pa simbolika. Thjesht Audi, merre ose lere. Marketing po me stil divorci. Ironia, të gjithë mbajnë mend për rrathët, po tani ka mbetur me emër, thjesht Audi. A dini çfarë ka më shumë stil se sa të dalësh me benz në lungomare, të lundrosh në det me një varg që fluturon vlla? Po, e dëgjuat mirë. Këtu s'po flasim për gomone me 3 shpirtra brenda, po flasim për Navier në 30-ën. Varkën elektrike që fluturon mbi ujë. Kjo është si të marrësh një Tesla. Ti vendosësh ca krah dhe ti thuash, bëu vark, dhe ta lësh të lirë në Vlorë. Varka në 30 është elektrike, ultra e qetë, super e shpejtë dhe mbi të gjitha ngrihet mbi ujë me hydrofoils, pra nuk e prek detin, vetëm me ledhat tonë. E dizenjuar nga inxhinier që ndoshta kanë parë më shumë anime ose kanë kaluar shumë orë në GTA Online, kjo vark shkon 30 knots. Konsumi minimal, zhurma 0. Dhe po, është 100% elektrike, që do thotë s'ka naftë, s'ka tym dhe s'ka as baba që të bërtet, ma ke harxhu gjysmën e sarbatorit. Navier në 30 është varka që do të fusë në krizë identiteti çdo jatë me 4 kate, që parkon në palas, si të ishte në pishinën e rezortit. Dhe kush e di, vitin tjetër në Vlorë mund të mos pyesim a ke skaf, po a fluturon varka jote apo je ende me elika në ujë. Imagjino një qytet ku makinat ecin vet, dritat nisen vet, frigoriferi të gjykon për dietën dhe dyshemeja e di sa hapa ke bër dhe sa pak ke arritur në jetë. Ky është Woven City në Japoni, qyteti i së ardhmes që duket si të jetosh brenda një aplikacioni me 5 yje në App Store. Ndërkohë, këtu në Shqipëri kemi qytete ku ndizën dritat vetëm kur ka vizit nga lart. Makinat ecin vet nëse harron të frenosh dhe frigoriferi yt ka vetëm një zhurmë që s'pushon së punuari. Woven City ka 3 rrugë të ndara. Një për makinat autonome, një për biçikletat e këmbësorët dhe një për ata që janë thjesht aty për një selfie. Kurse në Shqipëri kemi një rrugë
ku ndodh gjithçka, një herësh, një makinë, një karrocë, një dasëm, një aksident dhe një motor që të kalon sipër kofanos. Në Woven City gjithçka është e lidhur, smart e funksionale. Në Shqipëri gjithçka është le të themi spontane. Por ama, ndryshe nga Woven City, ne kemi më shumë emocione, më shumë temperament dhe një aftësi unike për të zgjidhur gjërat me a të rregullojnë ato që s'bën dot ti? Teknologjia është super, po në Ballkan ne jemi telenovel live. Mbaj mend të emër, porti autonom në Kin. Jo se do shkosh ndonjëherë aty, por sepse ky është porti i parë në botë pa asnjë punëtor. Zero njerëz. Vetëm makina, sensor dhe algoritma që nuk flen kurrë. Ndërkohë në portin e Durrësit po mundohemi të parkojmë makinat me një vijë të drejtë. S'po e gjykojmë, thjesht e themi. Huawei ka vendosur sistemin autonom ku çdo vinç dhe kamion është i lidhur me rrjetin. S'ka operator dhe s'ka shefa që thon masilla të dosin. S'ka as punëtor që pin kafe 50 minuta në një pushim 30 minutash. Vetëm robot që e din sakt çfarë po bëjnë dhe s'pyesin kurrë sa del rroga këtë muaj. Efikasiteti është rritur me 30%, kostot kanë rënë me 70%. Dhe njerëzit kanë kaluar nga porti tek TikToku, si çdo gjë tjetër në këtë botë. Ndërkohë në Durrës, punëtori që shkarkon kontenjerat të pyet: "O vlla, ku është zyra?" dhe përfundon te një lokal që shet sufllaqe. Porti i së ardhmes, Kina. Porti i nostalgjisë dhe emocioneve ballkanike, Durrësi. Po në Durrës kemi diell, kafe të fortë dhe kushërinj që të ndihmojnë falas për 50 euro. A e mërzitur ndonjëherë që s'ka diell aty ku jeton? E po, blije. Po pra tani mund blesh dritë dielli. Fjalë për fjalë. Një kompani po shet dritë dielli nga hapësira. Reflect Orbital Sunshine është startupi që ka vendosur të bëjë pasqyrat, jo në tualet, por në orbit. Satelit që reflektojnë dritën e diellit aty ku ti do, në kopësht, në festival, mbi shtëpi apo në për ato kafenet me ndriçim që duket sikur jenë në një bunker post lufte. Pra në vend që të lutemi, o Zot, na jep një rrezë dielli sot, thjesht të porosit me kartë. Ironia, kemi arritur në atë pikë ku edhe dielli është bërë me abonim. Kostoja me siguri do jetë lartë. Por të paktën mund të bësh një barbecue në mes të natës. Ndërkohë në Shqipëri, ne ende kursejmë kur mendojmë për faturën në fund të muajit. Në botë, një burr në Dubai po ndriçon festivalin e qenve me reflektim dielli nga sateliti. E ardhmja është ndritshme sepse dikush e ka bler diellin. Ti po bli një herë atë bojën për rrethimin e oborit se e ke lënë pas dorë. Telefon në formë kubi, po, nuk është një Rubik's Cube. S'është as kuti për syze, është telefoni i ri Oppo X në fuqi të tretë. Telefoni që është kub. Me pak fjalë, fut dorën në xhep dhe sheh që po mban një mini frigorifer. Kjo çmenduri vjen nga Oppo dhe është një smartphone me formë kubike. Ekran fleksibël që hap si lodër inteligjente dhe teknologji që duket sikur ka dalë nga Star Trek, por ka zbritur në tokë. Ka ekran që rrotullohet, kamera që lëviz dhe sistem që mund përdoret si tablet, si pasqyrë ose si armë psikologjike ndaj atyre që kanë ende një telefon me butona. Pra hap si kuti, e përdor si kompjuter, e mbyll si origami. Në fund të ditës mund të mos jetë shumë komod për në xhep, por është perfekt për të bërë dikujt pyetje më moderne ndonjëherë. O vlla, ata karikoj pak kubin? Me dëgjoni pak. Kjo ishte një shaka e datës 1 prill, po ishte shumë fantastike për të përmendur. Ku i dihet, mbase bëhet realitet së shpejti. Ky ishte Top Tech për sot. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Shpresoj t'ju kem pëlqyer temat dhe dëgjohemi herën tjetër. Mirupafshim nga unë Mateo Kadriu.